Jam thellësisht I prekur nga gjithë vëmendja për kujdesja dhe dashuria juaj që kam ndjerë për babain tim në këto ditë të vështira për familjen tonë. Ju jam mirënjohës për fjalët e ndjera, mesazhet e panumërta, telefonatat nga të katërt anët të botës në nderim të tij. Në emër të familjes, ju shpreh mirënjohje shqiptarëve ku do ndodhen, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malinezi dhe diasporë. Familjen time ka lidhur thellësisht fati me popullin shqiptar, dhe ne kemi ndjerë mbështetjen e njerëzve që e kanë dashur fatosin dhe familjen tonë shpesh dhe të qartë. Por sot është një ditë ndryshe. Sot Fatos Nano, babai, bashkëshorti, gjyshi, daja, miku, lideri, ikën nga kjo botë, por vetëm fizikisht. Imat ishte I pari që më foli për demokracinë. I pari që nuk e kishte frikë humbjen, sepse ai ishte një kalorës, dhe më dha mësim me forcën e shëmbullit. Ai më mësoi shumë çka, garën e vërtet, udhëheqjen si përgjegjësi, ringritjen. Ai ishte njeriu shumë dimensional, që më foli për socialdemokracinë, për ekonominë e tregut, për Shqipërinë Europiane, për distancimin nga Afrika, sepse ai e donte lirinë si frym, jo si slogan. Ai besoi gjithmonë se politika shkonte përtej luftës personale. Ai ngrinte ura, nuk ndërtonte mure. Ai mbolli ide, kulturë dhe qytetari. Ishte I butë dhe hokatar, tolerant me gjithëkënd që mendonte ndryshe, briljant në argument, I ashpër dhe I drejtë kur kërkoi vendim dhe kurajo. Sot I them lamtumir Timeti dhe faleminderit për trashëgiminë e vyer që na la. Faleminderit kampion për guximin, për kulturën, për qytetarinë, për batutat, për kokëforcinë dhe për zemrën. Për lirinë që na mësove ta mbrojmë, brenda dhe jashtë vetes. Ne do të të kujtojmë si baba, si shok, si burr I rrallë shteti që vuri atë dheun përpara vetvetes.